Ti si eksperti i sigurisë kombëtare, por edhe si njës i mirë i politikës shqiptare, duke ditë që edhe në pragmatizëm e ke pas këtë punë, domethënë e ke praktiku, ke qenë këshilltar i shumë politikanëve shqiptar. Çka mendon që do të ndodh me fatin e atyre që po mbohen padrejtisht në Hague, kryetarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës? Ish presidenti Thaçi, ish kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, miku tim Recep Selimi. Mua më shqetëson dënimi maksimal i Sali Mustafës si një pararendje shqetësuese në raport me atë që mundohet me gjykimin e të tjerëve. Pasi në kushtet normale 3 vjet para burgim që janë kaluar tashmë do të mjaftonin edhe për të mbyllur procesi, po edhe për ata të ishin kthyer në shtëpi ose ta ndiqnin procesin o nga arresti shtëpiak ose nga pozitat e një mase sigurie të ndryshuar në qoftë edhe në një vend evropian. Por fakti që kjo gjë nuk ka ndodhur, më çon të mendoj që presioni i vitit 2015-2016 për një gjykatë posaçme, po edhe më parë 2013-2014 për një gjykatë posaçme të Kosovës, ka qenë i lidhur ngushtë enkas me dëshirën e dikujt për ta pastruar terrenin politik të brendshëm nga leadershipi i pas luftës. Nuk ka doktrinë juridike në botë që të përjashtoj parimin e pafajësisë deri në momentin e dëshmimit në një gjykatë të fajit apo jo, por edhe parimet e tjera siç janë parashkrimi i veprës apo kalimi i masës së paraburgimit, apo dhe drejta që të gjykohesh në liri apo të gjykohesh në një mas tjetër sigurimi. Pra ti thua që do zgjat paraburgimi i tyre edhe Fatkeqësisht ata zgjatën jo më larg se para pak ditësh. Po e zgjati paraburgimin. Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin, aq më tepër që Jakubi është një njeri që ka probleme të rënda shëndetësore me diabetin, ka moshën e tjerë dhe nuk ka vend evropian që një njeri në moshën e Jakub Krasniqit do vazhdonte të rrinte në burg. Pra e kalon dhe ato normat të drejtave të njeriut që aplikojnë pikërisht. Apo shkeljet e liria dhe drejtave e njeriut në Hague? A mendon që e kanë shkel? Në rastin e Jakub Krasniqit sigurisht. Edhe në rastin e 3 tjerëve, pasi ka kaluar masa e 3 viteve, por atje gjithsesi duhet të themi ka një fajësi të Kosovës momentin kur e ngriti këtë gjykatë, e cila në thojza është e Kosovës, de facto s'është, edhe të rregullave të lojës. Por në rastin e Jakub Krasniqit kemi të bëjmë me një njeri të moshuar, me një njeri të smur dhe është jashtë normave. Pra ti thu që nuk dihet data kur do të lirohen ata. Sigurisht që në 2023-shin jo nuk përfundon procesi, por çështja është që nëse vazhdon kështu, do shohim nëse do arrihet apo jo 2024. 2024. Njeriu nuk jeton sa shqiponja i dashur sa. Po, e vërtet. Ikin 3-4 vite jetë dhe nuk kthehen më mbrapa. Kush ti je pastaj? Po. Edhe kjo nuk është e mirë për familjarët, nuk është e mirë për ata vetë, sepse gjërat në jetë nuk janë me sikur. Pra nuk janë si ai momenti i aktrimit të frontinës pak përpara. Këto janë gjëra reale. Që ka ndodhur, po. Kthehemi pak tek politika shqiptare përsëri, tek vrasjet që sa tek kësaj dite vazhdojnë me mbetë, domethënë enigmë. Konkretisht tek vrasja e kolonelit Ahmet Krasniqi edhe tek vrasja e Remzi Hoxhës që intereson shumë shqiptarëve. Shpeshherë kanë akuzuar zotin Berisha për vrasjen e Remzi Hoxhës. A mendon ti që ka gjesht doktor Berisha? Unë jo Artan Hoxha tha ju. Unë jo mirë kush tha jo? Artan Hoxha. Tani. Unë jo mirë familjarët e Remziut, vëllezërit e tij. Kam pasur asnjë dhe djalin e tij. Unë nuk kam gjyqtar dhe nuk mund të jap opinione në raport me çështjen konkrete të zhdukjes të Remzi Hoxhës, por në një vend demokratik zhdukja e një njeriu ngelet gjithmonë një akt i rënd, mosbardhja e asaj gjëre ngelet gjithmonë një akt i rënd, dhe mospasja gisht drejt për drejt e zotit Berisha, sikundër ka thënë Artan Hoxha që është një miku im i vjetër, një kolegu im i vjetër dhe një njeri që njeh mirë çështjet e kriminalitetit në Shqipëri, nuk zbe faktin që drejtimi politik i Shqipërisë asaj kohe
ka qenë pikërisht ai zotit Berisha dhe nga pikpamja politike është një përgjegjësi e madhe sot dhe është një drejtësi e madhe dhe sot në karrierën e tij. Po te familja Hauklaj, ai le faj doktor Berishës? Ajo është një gjë shumë e komplikuar se sa aq. Unë do të t'jap vetëm një dhënë. Nuk është e rastësishme që ngjarjet, vrasjet në Tropoj përfunduan kur përfundoi edhe lufta në Kosovë. Që do të thonë? Që do të thotë ngjarjet e Tropojës 97, 98, 99 kanë qenë ngjarjet e një lufte që ka qenë e padukshme në frontin e prapavijës me qëllimin e destabilizimit të Shqipërisë dhe të minimit të luftës dhe të bazave të UÇK-s në gjitha territor. Dhe aty lidhen dhe ngjarjet e vrasjeve mes fiseve dhe grupimeve të ndryshme në Tropoj, përfshi këtu edhe ngjarjen tragjike të vrasjes së deputetit Azem Hajdarit në 12 shtator 98-s. Mendoj që këto ngjarje më shumë se drejtësia do t'i zbardhë historia. Po mendon që zoti Berisha se shpeshherë kanë akuzuar, mendon që doktor Sali Berisha është implikuar këtu? Shiko, ka dy aspekte. Është aspekti personal që ata si bashkëvënda, si Tropojan, duhet të sqarojnë historitë mes tyre në raport me të ardhmen, me fëmijët, me brezat, me këto që janë aty, po që edhe është aspekti politik. Aspekti politik unë vazhdoj përsërisë është i rëndë, pra është një periudhë në cilën kryeministri Fatosnano shkoi 4 vjet në burg, represionin ndaj opozitës ka qenë prezent, kryeministri sotshëm Edi Rama është rrahur, i shtryer koka, politikanë tjerë janë dhunuar e tjerë, dhe unë mendoj që kjo është një nga pjesët më terta të qeverisjes së zotit Berisha, dhe sigurisht siç është pjesë e errët pastaj edhe gjithë destabilizimi i Shqipërisë në 97-ën, ku Berisha ka përgjegjësitë e veta, ku kanë përgjegjësitë e veta dhe të tjerët. Për këto janë gjëra që do t'i analizojnë historianët. Pra, ke një krizë në planin personal dhe kjo është e zotit Berisha, familjes tij apo të afërm apo të miqve, apo dhe familjes Haklaj, dhe ke një krizë politike e cila është më afatgjatë dhe e cila duhet analizuar më gjerë. Ilir, rikthehemi përsëri tek ngjarja apo vrasja e politikanit shqiptar të njohur Remzi Hoxha. Pse Remzi Hoxha nuk ka qenë politikan, ka qenë një veprimtar. Veprimtari që është dëshmëtar. Po pse realisht nuk po bën qeveria Rama, nuk ka bën asgjë për zbardhjen e... Po sepse qeveria Rama çdo qeveri nuk mund të bëj punën e gjyqësorit aq më tepër kur gjërat kanë kaluar për shumë kohësh dhe pa mund të bëj kërkime dhe ulëmtime? Po kërkime dhe ulëmtime janë bërë, ka pasur dhe arrestime për çështjen e Remzi Hoxhës, prokuroria në vitet 2003-2004 ka bërë arrestime, njerëzit janë ndaluar, janë pyetur, ka patur veprimtari juridike shumë të rëndësishme edhe jashtë Shqipërisë, por mos harro, nuk është gjendur ndonjëherë trupi. Dhe ka një parim drejtësisë që aty ku